Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij përpara deputetëve demokrat nuk ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore të së dielës, të cilat rezultuan zhgënjyese për kandidatët e mbështetur nga opozita. Në vend të kësaj, Berisha u fokusuar në akuzat ndaj mazhorancës, duke thënë se qeveria po i mohon opozitës të drejtën kushtetuese për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare dhe për të kontrolluar ekzekutivin. Ai deklaroi se gjatë 10 seancave të fundit parlamentare, opozita u pengua të merrte pjesë në debate për ligjet dhe vendimet e miratuara, duke u cilësuar si një instrument pa vlerë për qytetarët. Për ta shtruar atë në një vegël apo në një instrument pa vlerë për asnjë funksion për qytetarët, mbrojtjen e interesave të tyre, për t'ia mbyllur asaj gojë, de facto, politikisht, për ta asgjësuar atë si forcë politike parlamentare. Ne jemi dëshmitar që me seancën e fundit u bën 10 seanca parlamentare në të cilat qeveria në 9 prej tyre i mohoi opozitës çdo debat për çdo çështje që erdhi në parlament. Ndërsa rezultati i zgjedhjeve nuk u komentua, tonët e Berishës treguan fokus të plotë në denoncimin e mazhorancës dhe jo në reflektimin mbi humbjen e Partisë Demokratike.